Në një atmosferë që shpesh i ngjan më shumë një performance se sa një protokolli klasik diplomatik, takimet midis kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni kanë fituar reputacionin e të qenë gjithmonë të veçanta, edhe jashtë kornizave të zakonshme. Ky reputacion u konfirmua sërish gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian të mbajtur këtë të premte në Tiranë, ku një moment i veçantë mes dy liderëve të roshi vëmendjen e mediave dhe publikut gjatë pritjes zyrtare në sheshin Skënderbej, ndërsa Meloni po afrohej në tapetin e kuq. Rama, i cili është 2.01 metra i gjatë, ul në gjunjë për ta përshëndetur atë. Ky veprim i papritur shkaktoi të qeshura dhe reagime të ndryshme nga të pranishmit. Meloni, e njohur për stilin e saj të drejtë për drejtë, reagoi me humor duke thënë: "I bën që të jetë vetëm i gjatë sa unë", duke ju referuar diferencës së dukshme në gjatësi mes të dyve. Kjo nuk është hera e parë që Rama shfaq një gjest të tillë ndaj Melonit. Në janar të këtij viti, gjatë një samiti në Abu Dhabi, ai dhuroi asaj një shall të punuar nga një italian që jeton në Shqipëri dhe i këndoi këngën e ditëlindjes duke ulur sërish në gjunjë. Këto veprime kanë krijuar një imazh dhe një marrëdhënie të ngrohtë dhe miqësore mes dy liderëve, pavarësisht dallimeve të tyre politike, por dhe gjatësisë. Gjestet e Ramës ndaj Melonit janë interpretuar nga shumë si një shprehje e respektit dhe miqësisë së thellë mes dy vendeve. Italia ka qenë një mbështetëse e fortë të Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit evropian dhe ka ofruar ndihmë në çështje të ndryshme përfshirë menaxhimin e emigracionit. Rama ka theksuar se leja për ndërtimin e një qendre për emigrantët në Shqipëri është një shenjë mirënjohjeje për ndihmën që Italia i ka dhënë Shqipërisë pas përfundimit të luftës së ftohtë. Veprimet e Ramës mund të shihen edhe si pjesë e një strategjie më të gjerë të komunikimit politik, duke përdorur gjeste të pazakonta dhe humor. Ai arrin të tërhiqë vëmendjen e mediave dhe publikut, duke vendosur Shqipërinë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Qasja e tij ndihmon në ndërtimin e një imazhi të një lideri të aftë dhe të qasshëm që nuk nguron të thyej protokollet për të shfaqur miqësinë dhe respektin ndaj homologëve të tij. Gjestet e Ramës ndaj Melonit janë më shumë se thjesht akte të përzemërta, ato janë simbole të një marrëdhënie të fortë dhe të një strategjie të kujdesshme të komunikimit politik. Duke ulur në gjunjë para Melonit, Rama jo vetëm që shpreh respekt dhe miqësi, por edhe forcon lidhjet mes Shqipërisë dhe Italisë, duke dërguar një mesazh të qartë për bashkëpunimin dhe solidaritetin mes dy vendeve.